Jemi rikthyer sërish në studio me një mirë mëngjes. Ishim duke bërë muhabet estetik me Katin. Mirëmëngjes të dashur. Si je sot? Jemi shumë mirë. Okej. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju uroj një ditë bukur dhe ju ftoj këtu te Këndijoni Gatimit për treguar receta që do përsellim për juve sot. Dhe çfarë do të kemi sot? Do të kemi patate kunguj. Patate, kunguj. Sot këto na kanë tepruar. Këto na kanë tepruar. Dhe ja gjejmë vendin. Menduam me që do marrim kungull dhe do bëjmë, domethënë do bëjmë kungull supë me kungull. Do bëjmë omlet me kungull dhe patate dhe do bëjmë patate me biftek. Biftek me mish të grirë. E shikon, pra unë kur bëra hyrjen ju thash që kishin patate dhe mish, këtë po e shikoja nga larg, po këto që kanë receta, domethënë të thjeshta, të shpejta, të shishme, të shëndetshme. Këto janë për qoftet, domethënë qofte, biftek faktikisht, sepse qoftet janë ato të mbullakta, këto janë të sheshta. Janë ndryshe. Edhe kungull, domethënë mund të ndezim pak ata anila, ta fillojmë që t'i vendosim supën që të bëhet. Atëherë themi dhe përbërësit e supës. Pra për supën shiko se sa pak gjëra do të na duhen. Do të kemi kunguj të freskët, tani më janë në treg, janë kunguj të njom, janë kunguj të stinës, duhet të bëjmë supra të lehta për verën, jo ato që konsumohet edhe ftohtë edhe e ngrohtë kjo lloj supe. Pra kemi kunguj, kemi një lugë gjalpë, 2-3 lugë djathtë të shkrirë. Është shumë e rëndësishme kjo sepse do t'japi shumë shijë. Kemi një lugë niseshte, kopër, edhe 2 lugë vaj. Këto, krip piper dhe lëng mishi, nëse s'keni e dini vetë juve se si mund të bëni një lëng mishi në shtëpia tuaja. Ose lëng mishi, ose lëng perimesh. Pra ndërkohë unë kam vendosur këtu një lëng mishi, 1 litër, sepse do të shtojmë më mbrapa edhe qumësht që nuk e kam këtu. Pra më duhet dhe gjysmë filxhani qumësht, që do të bëhet tretja e niseshtes. Pa, e kuptoj. Do ta sjell pak më mbrapa, e kam në frigorifer. Tani do ta lë saptën më ngrohet pak kjo dhe do të hedh me një herë këto kungujt brenda. Dhe do ta lëm të ziej, më mbrapa pastaj do t'rregoj mënyrën pasi janë zier, do ta bëjmë kremoze dhe do ta grim në makinë grirëse. Kjo ishte domethënë për punën e kungujve. Tani për punën e këtyre dal ta zbulojmë në fakt se kemi këtë mishin. Që dhe kur unë e lë në frigorifer, e lë kështu të mbuluar me një membran guzhine. Patjetër. Dhe më mbrapa pastaj kur e nxjerrim, duhet me patjetër të dalë në ambient të guzhinës tonë, të qëndroj, të pushoj dhe pastaj të kthehet në temperaturë ambiente. Të fillojmë që ta përpunojmë. Dhe për këtë do të na duhen, për biftekët, domethënë do të kemi patate, të cilat do t'i bëjmë me lëng limoni, me piper, vaj ulliri dhe do t'i lëmë domethënë kështu. Ti kemi gati dhe më mbrapa do të bëjmë dhe këto biftekët. Biftekët do të grim, ndoshta në rende ose në makinë grirëse, ku do të hedhim qep, majdanoz, qumësht, krip piper dhe 2 lugë vaj. Pra do të bëjmë si një lloj salse që do ta hedhim këtu brenda. Gjithashtu do të marrim dhe tul buke, aq sa do të na duhet për të bërë domethënë të ngjeshet, nuk duam shumë. Nuk hedh un galet apo ndonjë gjë tjetër, por hedh tul buke dhe do ju them më mbrapa pse, që të na dalin të buta dhe të shkrifta biftekët ton, duhet me patjetër të hedhim tul buke. Ajo është që i bën të buta. Pastaj këtu tani tek omleta, dhe nuk tham dhe për hudhër këtu. Është këtej kjo, hudra? Hudra ti kam këtej. Okej. Tani, për omletën çfarë do na duhen? Patjetër omleta pa vezë nuk bëhet. Atëherë do të kemi vezë, do të kemi 2 domate të prera në kubik, kështu, do të tregoj më mbrapa si do bëjmë, do të kemi patate, do të kemi edhe kunguj, të cilat këto i kemi të prera në feta. Patate tani sapo e kullova ujin, të heq edhe ujin e kungujve, ti përzi dhe do të tregoj tani se si do të bëhen. Okej, pra kemi 3 receta të lehta mund të quhen, të thjeshta. Shkalla e vështirësisë është për këdo edhe për ata që nuk është se janë kaq të aftë në kuzhinë. Atëre, unë s'ka nevojë se do i vëmë veç patatet, me thënë, dhe veç kunguj, nuk ka problem. Unë i kam prerë në fezat holla dhe patatet që të kemë mundësi që të piqen. Unë do t'i skuq këto, do t'i vë që të piqen në furr fillimisht. Se edhe në furr do përfundojnë. Po. I hedhim krip. Do t'i shtojmë edhe piper, do t'i trazojmë, do t'i vendosim në një tavë me një letër që nuk ngjit, edhe do t'i vendosim në furr. Okej. Edhe furrën përpara e kemi ngrohur, një këshill që e përsërisim her pas here. Patjetër që duhet me njëherë, domethënë ta kemi të ngrohur. Ta kemi përpara, po. I përzim, nuk ka nevojë të vendosim veç patatet, veç kungujt, kështu siç janë, domethënë mirë është, domethënë që t'i rreshtojmë. Të kenë mundësinë e pjekjes, jo të skuqjes. Ja i hedhim tani këtu.
Edhe mundohemi t'i hapim sa më shumë, do me thënë, të kenë këtë, bëjmë një shtres. Tani se po ngeli dhe ndonjë lartë poshtë, s'ka problem, do të piqen ato. Pa. Gjithsesi, që mundemi ne i Po, hapim. mundohemi tani, tjetra është pasaj që t'i vëjmë një e një, të rrim t'i reshtojmë, si ushtarët, po s'ka nevoj. Nuk është shumë e nevojshme, ju garantoj për këtë. Po, janë të prera hollë, thjesht ne duam që t'i pjekim, sepse pastaj është ajo që do të bëhet bashkimi, që do të kemi djathë, do të kemi edhe këtu vezët, edhe pak qumësht, i përcim gjitha bashkë, do të regojmë më mbrapa, mos të rrim t'i kemi parasit. Tani, e rëndësishme është... Tani, i tregoj më mbrapa. Kaq, hapas hapi, mos ju të orientojmë. Tani, to janë patatet dhe kungujti do t'i vendosim në furrë. Ky është hapi parë. Tani, ç'do bëjmë tjetër? Ja, tani, ç'do bëjmë? Tani të heqim këto. Ti lexoj recetat tonë? Si do të? Lexoj recetat të kulloj ujin e patateve. Hajde, shohim pak recetat në ekran. Ato shpjegimet që Katerina na bëri deri më tani i keni të detajuara në recetat njëra pas tjetrës. Supë me kunguj të njohëm është receta e parë, na duhen 4 kunguj, 1 litër lëng mishi, 1 lug niseshte, gjysmë fixhani me qumësht, 3 lug djathë të shkrirë, 2 lug vaj, 1 lug gjalp, kopër, krip edhe piper. Receta tjetër. Biftek me mish të grirë dhe patate, 400 gram mish të grirë. 1 qep, 2 lug qumësht, 2 lug vaj, 1 tuf majdanoz, 1 lug rigon, 1 fet buk me tull, 6 patate, 3 thelpinj hudhra, 1 limon, 2 lug mustard, vaj, krip, piper. Omlet në furrë me kunguj e patate, na duhen 4 patate dhe 2 kunguj si që patë prerë në feta me krip edhe piper të zi dhe vaj ulliri janë vendosur në furrë. Më pas na duhen 6 kokra vezë, 2 domate, 1 fixhan qumësht, 1 lug pluhur pjekës, 100 gram djathë kaçkavall, krip, piper edhe majdanoz. Do me thënë, edhe kjo receta edhe pse mund të quhet omlet, ku ne përgjithsisht flasim për këto pjatat e shpejta, të një vakti darkë, po themi. Është omlet fure kjo faktikisht, nuk është omlet tigani. Pra, edhe doja të theja që mund të jetë një drek kjo. Po, një drek me një sallatë më fiks një drek, se nuk është se ashtu. Tani, griva këtë qepën, unë që prava kështu, kam hudhra, këto janë hudhrat të freskëta, të njoma. Se i ke futur në ujë? E që të zbuten pak dhe këto, unë... A do i vendosësh kështu? Do t'i vendosë kështu. Në këptova. Një këte një andej nuk i bëndëm, thjesht do aromatizohet, edhe këto pasaj mua më pëlqen të t'i konsumoj kështu. I nxjerrim nga jo... Edhe nuk është problem për pjesën e kësaj lëvoshkës, se thonë po i hodhëm me gjithë lëvoshkë. Jo, s'ka asnjë problem. Ata janë larë, plus jo janë dhe hudra vëndi. Janë hudra vëndi dhe hudra... Edhe uji pas kanë ndimuar goxha me që përsho, ja. Prandaj lash në ujë që të kenë do me thënë të pastrojnë aq sa duhen. Ja t'i vëm kështu. Në gjithë pjesën. Edhe aromatizojnë aq sa duhen. Edhe tani këtu, limon. Pak limon, vaj ulliri. Edhe vaj ulliri. Vaj që mund të ndodhet të nëvisame në shpinë, nuk vaj që ato përdorin. Faktikisht nuk mund të themi se qëfar... Besoj se ambisat vaj në ullirit e kanë në shtëpi. Të përdorin vaj ullirit, se më e shëndetshme. është më shëndetshme nga të gjitha. Më falni ndyrna. Jemi të hedhim kungujt ati. Tani këtu edhe vajnë. Edhe pak krip, piper. Edhe piperin. Edhe i presim tani të bëjmë biftekët, i vëm lartë për t'i vendosur në furrë. Po. Nuk do t'a vendosim veçmas? Jo, nuk e vendos veçmas, sepse patatet nuk i kam prerë në format të mëdha, i kam prerë ashtu të vogla dhe biftekët do t'jenë më të plotë se sa qoftet, kështu që nuk ka nevojë. A i në nguziu? Tani vendim këto, do me thënë kungojt. Oh, pritë se i kam në ujë. Mirë, unë përfitoj se herkati më ikën për t'ju kujtuar pak me çfarë gatuajmë ne. Kemi omlet sot, edhe do të kemi vezë në përdorim 6 kokra, por sigurisht që ju mund të përdorni më pak ose më shumë në varësi për sa persona do të gatuani. E rëndësishme është që të zgjidhni vezën Ovital, cilësi në 4 stil. E ndërkohë që
të tjera produkte që unë të doja t'ja u sugjeroja, t'ja u propozoja dhe t'ju thoja se ne gatuaj me to, është mjelli. Nuk besoj se kushdo që do të hap atë raftin në kuzhinë sot nuk do të gjej mjell, është baza e produkteve tona ushqimore, e sigurisht që kompania Atlas me mjellin Ola vazhdon të jetë propozimi më i mirë, më cilësor në tregun shqiptar. Dhe me qënë se unë e them gjithmonë është ende herët, ka shumë njerëz që hanë një mëngjes të vonë, ka shumë të tjerë që darkën e kanë një vakt të vështirë për t'i gjetur një zgjidhje, ndaj shpesh salçicet, tostet, sanduiçet e shpejta janë një zgjidhje. Pse jo, të skuqura, të pjekura, ashtu siç janë thjesht të paketuara, salçicet Vudi janë një alternativë e shkëlqyer. Edhe më pëlqen ky slogani në fakt, ku ka aja ka gëzim. Ashtu është, është i bukur, kështu të jep një kështu si buzëqeshje, si energji pozitive. Ti heq këto ndani këto dyja, kam hedh qep edhe një qep edhe majdanos. Okej, do t'i grim të me thëmë. Dhe do vazhdoj me përgatitjen e bifteqeve të bëra vetë me mish të grirë, me buk. Ti hedhim edhe qumësht. Tani krip piper nuk ka nevojë sepse do t'i hedhim këto vetëm vaj pak që të bëhet kjo si një lloj salse, që do t'hidhet tek pjesa e mishit. Në rregull. Ka që? Po. Jemi në rregull, do heqim edhe këta. Edhe vazhdojmë më tej. Dhe sot jemi tek receta tradicionale kryesisht. Po i baruam shpejt, kemi për të bërë. Do me thënë vetëm 300 gram miell, 126, do me thënë, 160 ml ujë, 150, 160 ujë, dhe bëjmë një pite në tigan. Të shpejt. Na shtove dhe një recetë, po pritë të shohem një ardej në fundin do jemi. Po kemi ko, sepse kush nuk ka miell në shtëpi, të gjithë kemi miell, edhe tregojmë do me thënë që edhe me një lugë të çajit maja, sepse do ta lë 10 minuta vetëm, nuk do ta lë më tepër. Edhe pse është maja që duhet të vi. Okej. Gjithsesi do shohim si do jemi me kohën. Si do jemi me kohën. Mbarojmë një herë ato që kemi në plan. Ja këto tani këtu. Ajo që ngelet është piper, është rigon. Unë kam dhe mustardë këtu, dhe që do të hedhë në momentin e fundit. Pak vaj, dhe me thënë që ta ndihmojmë prapë që të shkëlqej. Edhe bukën, tule, jo pjesën e kores. Edhim këtë duke e thërmuar. Pa e zbutur për para? Jo, nuk ka nevojë, sepse do punohet me këto këtu tani. Do thithi ato lëngjet që kanë. Prandaj dua kështu që të më thithi lëngjet, edhe t'i bëj të butë biftekët. E kuptoj. Ja, e përsheshim kështu. E përsheshim. Edhim një pjesë tule, dhe shikojmë do me thënë se sa, dhe pastaj. Nëse ka nevojë, shohim që është. Gjëse të lutem Anila, mund ta ulim pak temperaturën e ulim. Faleminderit. Se ta çoj. E po lëre do me thënë sa, do me thënë tek treshi. Te treshi për momentin. Që të bëhet avash avash që të zien ato dhe të ngelen lëngjet brenda, se ndryshe do pësojmë të kundërtën. E ula. Tani e dim që qoftet bëhen, në këto biftekët duan të punojnë me dorë, po thjesht unë ndihmoj pak kështu tani fillimisht, edhe sa të zhytet buka. Dhe mirë është që ti lënim, do me thënë të pushonin në frigorifer, dhe pastaj ti bënim, do me thënë. Po s'ka gjë, neve tani do t'i bëjmë direkt për të haritur kohën. Dhe të ndërkohë të shikojmë edhe ato. Si duken? Kanë filluar të piqen? Na duhen të pjekura fort, jo? Jo, të piqen, se dhe pastaj me omletën nuk është se do t'i lëmë shumë, me vezët. Edhe pak do duan. E shikon? Buka është, do me thënë, edhe pse është bukë, është një, si tuash nga produktet që i jep, i mban të shkrifta, edhe i rritë atë vëllimin. Po.
Neve nëna tona përpara me buk i bënin. Nuk i bënin me galet, se thëmë ne tani me buk të grirë. Shtonin edhe sasin o kati? Mirë, nuk është vetëm për sasin. Jo, po them, një ndër arsyet, se shiko, mish ishte me racion, nuk është do dini shumë bifteqe, qofte... Është e vërtetë, ajo, Anila, tani kemi më shumë mish se sa buk këtu, por aqë është mjaftueshëm buka, shiko se sa mirë që bë brumi, e lidhi buka tani. Edhe qumshi i zbut, buka po ashtu, i mban do me thënë të bute dhe rrite dhe vëllimin, do bëjnë qofte shumë të mira. Tani për punë e kripës, nuk e dija e hodha tamam, po besoj se po. Po besoj se po, se edhe buka kanë që krip vetë. Që mos ta teprojmë, tani kush do, sepse në fund fare, unë do të bëj një salës me mustard, me lëng limoni, pa krip edhe vaj ulliri, kështu që e hedhim atë, është një salsë që e shton, do me thënë, kështu që mos të jemi shumë të tepruar të pjesa e kripës. Në regull. Ja të shikojmë se sa biftek do nëzjerim në tani. Mirë është që t'i bëjmë në masa të barabarta, jo që kusht haj njëri më shumë më pak, por që të piqen një loj. E sqarove dhe ndarje në racioneve. Po, është ajo më shumë arsye, do me thënë që... Që mos grindemi në tavolin. Po. Do bëjnë të mdhej? Të mdhaja bëjnë këto. Prandaj thojmë biftek, nuk janë qofte, edhe janë në këtë mënyrë, ja kështu. Shiko sa të mira bëjnë. Ta vendosim një këtu. Do na i marri? Në i marri. Jo, që i merri merë, po thash mos ta pengon të pishen patatet, se do t'i mbulejmë fare. Jo, nuk, ajo për kundra, zi do marri shien. Do i zbusi? Po. Pastaj do t'i vëm në kështu në sobë me erë, që themi neve që me ajër. Me ajër. Kam edhe një këtu, edhe dy këtu. Po, 4 do me thëmë. Besoj kam ndarë mirë. Po. Mirë. Me sy duken mirë. Pra, ka që kishim ne gramaturat në recet, kati? Po. Ka që, do me thënë, si pas e recetës dhe asaj që ne përdorëm, për 4 persona. Po, okej. Tani duke shtuar këto, nga 100 gram mish është brenda. Duke shtuar bukën që për njërën dhe tjetër, ven të kënë afro të 200 që, do me thënë 200 gram. Pra paka shumë, 4, 5, nëse i bëni pak më të vegjët, nëse shtonin qik më shumë mish, apo në qik më shumë bukë, shtoni duhet të konsumojmë jo më tepër, është mjaftueshëm. Jo, realisht. Mos ta teprojmë, ja. Ka që është mjaftueshëm, tamam. Ashtu. Në regull, tani këto heqim, pasër duar, me spërkatim e vaj prap. Okej, do t'i shtajmë për sëri vaj ulliri pra dhe do t'a vendosim këtë tavë në fur. Kemi nevojë të themi pjekje kati? Po, këto tani duan 180, 200 gradë dhe do t'i lëm të paktën për 20 minuta. E duan edhe, pse po pa tjetër që e duan kohën. Po, sepse është mish në fakt. Dhe në temperaturë jo shumë të lartë jo t'i djegim. Këtë, si tu është spërkatjen përfundimtare. Me pak piper. Rigon nuk i hedhim tani, i hodhëm brënda, sepse po ta edhës tani digje dhe hidhërojët. Në shumë e rëndësishme kjo që nuk duhet t'i hedhim lartë. Vesh se pak vaj, se kjo i ndihmon, do me thënë që të piqen. Edhe do t'i hedhim pakës fare ujë, jo shumë ujë. Thjeshtë për të lëshuar edhe amvullin, edhe të zbutën edhe patatet, sepse thamë që do të piqet në atë procesin në furrës që ka edhe ajër që e quajmë. Dhe e di pse, se ka që e duan të me thënë që të hedhin ujë, por që të dalin ashtu, si tu ashtë të pjekura, nuk duhet shumë ujë. Edhe ujnë dhe hedhim këtu në cep, jo mbi këto që të... Po, se do na hiki vaj, piperi, kripa, gjithë shka që i kemi shtuar sipër. Ja, kaq, një as gjusën filxhani. Shumë në regull. Do i vendosim në furrë këtë tavë dhe besoj do ndjerim tjetrën, dhe ta shohim, po, me syrin tim janë bërë, po që ne do shkojmë në pushim tani. Syri jotë është magjik. Do kemi kohë të merremi pak me furrën, me tava dhe me gjërat e duhet nxjerrim njëra të Katerin. Sepse është momenti që të bëjmë edhe shkëputjen tonë nga pjesa e parë në pjesën e dytë. Një recet kemi përfunduar, të cilën do ta tregojmë të pjekur kur të kthehemi dhe pastaj do të vim në pjesën e dytë për të mbaruar supën me kunguj, për të mbaruar edhe omletën me kungull edhe patate. Pas ka magjik syri? Ja, kaq duhet të piqen. Po. Janë bërë fiks ashtu siç duhen.
do ta vazhdojmë këtë recet kur të kthehemi në studio. Kështu që qëndroni me Villa 24, vim përsëri tek ju. Jemi rikthyer në studio përsëri në një transmetim tjetër të drejtë për drejtë në një pjesë të dytë të këndit tonë të gatimit për të vazhduar aty ku e kemi lënë, sepse kemi receta shumë të mira që duhet i mësoni. Po, ndërkohë të dashur anëvista duhet t'ju them për punën e bifteqve që kemi vendosur në furr. Unë kam kthyer tani, bëra një ndrim domethënë nga ana tjetër, që do t'i lëm dhe 20 minuta të tjera dhe do t'i kemi gati pastaj për t'i servirur me një salsë që do ta përgatisim me një salsë mustarde, me lëng limoni, mustardë, pak vaj ulliri, krip, piper dhe na bëhet një salsë shumë e mirë dhe e servirim në momentin e fundit. Por ne tani duhet të fillojmë për të përgatitur përfunduar omletën, sepse siç ju thash pak më përpara, kemi pjekur në tavë dhe në një letër që nuk ngjit, kemi hetur patatet dhe kunguj. Shikoni, i kemi gati tani të pjekura, të cilat kemi spërkatur vetëm me vaj edhe me krip dhe kemi gati. Tani këtu se çfarë do të bëjmë tjetër? Që t'u jap pak shije domateve, të cilat këto shikoni kemi domate të mira. Tani këte tutje domate do të jenë shumë të mira. Do t'i pjekim, do t'i bëjmë një kavërdisje të lehtë. Në tigan. Në tigan. I kemi të prerë në copëza të mëdha kështu në kufi. Vazhdo nxjerrja e kungujve, do të na duan për recetën tjetër, por do t'ja u tregojmë kur të jetë momenti, ndërkohë që kemi përgatitur edhe një tavë me patate edhe me bifteqe që i kemi vendosur në furr. Pas pak do t'i nxjerrim nga furra dhe do të shohim se sa të bukura e të shijshme janë bërë. Piper të zi apo jo? Edhe piper. Dhe jemi në rregull. Sa të na bëjnë këto? Do të bëjmë përgatitjen e vezëve. Okej, dhe me qënë se jemi të vezët, do të përdorim 6 kokra vezët Ovital, të cilat na furnizojnë me të gjithë sasinë e nevojshme të proteinave, yndyrnave dhe karbohidrateve që organizmi ynë ka nevojë. Siç Ovital na thot, për një plan ideal, niste ditën me Ovital, dhe cilësi në 4 stim, dhe ne sot do të marrim një recet të freskët verore, siç është omleta, e cila shijon në çdo vakt të ditës, dhe sot nuk kemi një recet që mund të jetë thjesht për këto midis vaktet. Kemi këto vezët, me thënë të drejtën, që mua më bëjnë të ndihem e lumtur, sepse dhe gatimi do dali shumë i shijshëm dhe do kënaqen gjithë këtu, dhe ju që të kënaqeni në shtëpia tuaja, preferoni këto vezët Ovital, sepse vërtet janë shumë të mira dhe atë që unë them gjithmonë, në qoftë se e verdha, do me thënë veza që ndronë kështu e plot, atëherë themi që vezët tona janë të freskëta. I filloj dhe i hedh këtu te pjesa e qumshtit, sepse do t'i bëj një përzierje të gjitha. Edhe pse unë e di dhe jam e sigurt për punën e vezëve, por përsëri filloj dhe i ndaj një nga një vezës, se dua që të jem plotësisht e sigurt për atë veprim që bëj. Patjetër. Se ndodh ndonjëherë. Patjetër, nuk duhet, do të thënë ka disa rutina edhe në gatim që duhet të respektohen, ashtu sikurse edhe ajo e vezëve. Pra mirë është që të çahen njërë veç mas në një enë më vete dhe pastaj të shtohen bashkë me të tjerat. Edhe një do hedhë. Se që do thoja për brumin, na ka bërë një brum kati, se nuk ridot pa patur dhe një plan tjetër, se ja kemi kohë neve mos i japim dhe një recet tjetër të shpejtë, për më tepër kur kemi shtëpin plot me miell, sepse Ola është këtu çdo ditë, kështu që sa herë shohim miellin ai qërmendojmë, po të bëjmë një bukë, po të bëjmë një pite, po të bëjmë një byrek të shpejtë, kështu që kati nuk po e zbuloj se ndoshta duhet të ri për të ardhur brumi kështu i mbuluar me këtë tasin e qelçit, por duke parë kohën se si do jemi, me shumë mundësi do të përgatisim edhe një pite të shpejtë në tigan. Krip piper, pak, sepse kemi hedhur në të gjitha këto gjërat. Të shohim edhe për punën e domateve. Tani shikoni se si u bën domatet kaq të mira. Edhe këtu do të hedh pak rigon. Dhe këtu tani një përzierje. Okej. Sa të mira bëjnë domatet kur kalojnë një kështu në një tigan. Tu do të shtojmë djath. Lëshë një aromë fantastike. Djath të kaçkavallë. Djath kaçkavallë. E shiko, bëhet dhe me djath të bardhë, me thrimë djathi. Çfarë t'ju ndodhi anëvisave në shtëpi? Mos e vëni veten në siklet që. Sa mirë jemi këtu me këtë tavën. Që të marr këto lengjet e fundit këtu, i ta heqim këtu. Po.
Ta është të ktheja, po jo, s'ka që. Do ktheja? E njëta gjë është, do më ngeleshin prap nga pjesa e këta. Kështu që ja do të hapë momenti që ka ti merret vesh mirë me veten e vet. Po. Si themi, gjithmonë mësojmë. Po sa e mirë që bëhet kjo, edhe kështu si që është, nuk e kejtë do më thëmë. Filloj publiciteti gatimit pupu. Ja këtu. Edhim vezët, i raj mirë. Tani ndyrnat të tjera nuk hedhim neve, se që është e vërteta neve kemi ka vërdisur domaten, kemi pjekur perimet. Po, dhe të gjitha kam patur vaj, edhe kur janë pjekur perimet janë spërkatur me vaj. Po, janë mjaftueshëm, dallohet që ka ndyrë të mos e teprojnë. Sepse prandaj dhe bëhet edhe kjo pjesa e... Ta hedh me këshu, se kam dorën të lagur. Ta hedh... Ndërkohë, kungujt i kemi vendosur në pjesën e parë, i kemi lënë me temperaturë shumë të ullët në fakt, sepse thamë që do të zien gradualisht, dhe janë ku janë, sepse më tej pasi të vendosim edhe tavën me perime dhe vezë për omletën në furrë, do të përgatisim recetën tjetër të një supe me kungull. Okej. Tani ai djathi do të shkri nga sipër, do të krijoj atë korën e bukur. Do piqet veza se në gjitha janë të pjekura, thjesht do piqet veza dhe është gati. 15 minuta, nuk do e nxjerrim tavën tjetër. Shumë mirë. Kemi 2 receta të vendosura në sobë, në furrë, kështu që do t'i nxjerrim kur të afrohemi në orën 10, besoj të dyja deri atëherë në 15 minuta kohë do të kemi përfunduar së pjekuri e gatuarit. Çfarë po kërkoja? Letrën. Tani do kalojmë te supa. Kalojmë të supa ta përfundojnë. I sistemoj unë këto këtej, rjeqet, se e di që e keme rak. është bërë gati, do me thënë kungujt, janë bërë gati, thjesht duhet të frullëtojnë. Dhe do t'i marrë tani, të nëzirë vetëm pjesën e kungujve. Nëse të duan këto vaj kri piper, po t'i afroj këtej. Do t'i grim ato, do t'i frullojmë, do bëhem si pure. Krem. Ti edhe dhe pak lëngë që të më ndihmojnë të... Ashtu. Urdhëro? Po, faleminderit Anila. Do hedhë gjysmën se kam pak qumësht. Do hedhë një seshten këtu. Ta shkri. Dhe do ta shtoj brenda. Kjo bëhet për ta trashur, për ta lidhur? Për ta lidhur, dhe jep edhe një, si tuash, një tjetër shije. Kemi dhe djathin e shkri. Djath të shkrir, po. Edhe të tem të drejtën që të më shkri mirë, ja do të hedhë këtu direkt. Po. Ma hep të mbaju në ato, ma hep mua ta shkri një seshten? Ja, urdo. E edhe atë këtu do t'i hedhë të gjitha brënda që të më... Po, e kuptoj. Të shkrien mirë edhe... Mos në ngurtësojt, sepse një seshtja ka tendencën që të qëndron në fund të enës. Atë hedhim edhe mbrapa në fund. Të shtoj këto të dyja njerë, se kam halë se në rregull, tjeti. Edhe pastaj hedha atë se... Në rregull është. Sa kremi mirë. Në seshtja do e shtoj dhe pak atë pjesën e... Po, e heqim edhe atë. Kjo mund të jetë një supë ideale edhe për fëmijët e vegjël, që i duan suprat të grira, i shijojnë më shumë në formë kremoze. Edhe nuk e kuptojnë nëse është kungull brenda. Kjo është ideja. Tani, po të donim, mund të shtonim edhe koprën këtu brenda, që të grijej më tepër që mos përpunë e fëmijëve. Po që, tani, nëse është që nuk e duan fëmijët, atëherë fëmijëve nuk po hedhin fare. Hedhim në fillim fare degza. Po, është e mbet në pjatë, po. Kështu që... Thjesht tani do marrë një 2 valë kjo. Të lidhet, mos koni që të bëjmë supë trash, lapa.
Bëjmë supë. Supa gjithmonë është e hollë. Ja. Ashtu duhet supa. Sa e mirë. Tani, ngelet në fund do që të shtojmë gjalpin. Nëse kemi gjalp të freskët, nuk ka nevoj që ta shkrim, e hedhim direkt brënda. Kështu të marri një dy valë edhe. Kur kemi gjalp të freskët, s'ka nevoj që të shkrijet dim, do me thënë gjalp lope, ose gjalp të freskët, tani se që gjalpi do keni, atë e dini ju, thjesht të shtojmë edhe kopër. Të marri një dy valë, edhe do ta kemi gati për ta servirur. Kaj thjesht, kaj shpejt dhe shumë e shishme dhe supë e lehtë. Pra kemi hedhur dhe djathin e shkrirë brënda, e kemi bërë më të plotë si supë. Ngele tani thjesht të marri një valë dhe këta kemi gati për ta servirur. E lëm për momentin, heq këto. Dhe na doli koha për një pite. Me që e kemi atë kohën. Kemi në ekran së bashku recetën. Supë me kunguj të njomë është kjo që sapo ka përfunduar tani, ideale për të nisur vaktin e drekës, e shëndetshme, e stinës, gjithashtu në duhen 4 kunguj, të cilat i kemi zirë më parë në 1 litër lëng mishi, dhe më pas i gjithë bashkimi i përbërësve të tjerë u krye tani me 1 lug niseshte, me gjysmë filxhani qumësh, me 3 lug djathë të shkrirë, 2 lug vaj, 1 lug gjalp, kopër, kripe dhe piper dhe pat, se sa e shishme duket që nga pamja është një supë kremoze, e cila ndër të tjera është dhe shumë e shëndetshme. Biftek me mish të grirë e patate e kemi në furrë të recet dhe pas pak do të nxjerrim të përfunduar dhe na janë dashur 400 gram mish të grirë, 1 qep, 1 lug qumësht, 2 lug vaj, 1 tuf majdanoz, 1 lug rigon, 1 fet buk me tul, 6 patate, 3 thelpinj hudhra, 1 limon, 2 lug mustard, vaj, kripe dhe piper. Tani mënyrën e përgatitjes ju mund ta gjeni pak minuta më vonë në YouTube, në Villa 24 ose News 24, sepse jo se është e vështirë, po duhet parë nga fillimi. Sado që t'ja u shpjegoj unë tani, do duhet ta shihni si recet. Dhe e fundit sërish ndodhet në furrë është omleta me kunguj e patate. 4 patate dhe 2 kunguj janë pjekur në furrë, në feta, më pas janë bashkuar së bashku 6 kokra vezë, 2 domate, kaluar në tigan dhe domatja në kubik të vegjël, thjesht por një skuqje të lehtë, 1 filxhan qumësh, 1 lug pluhur pjekës, 100 gram djath kaçkavall, krip, piper edhe majdanoz. Është sërish një tavë që do qëndroj vetëm pak minuta në furrë dhe do ta kemi gati për ta treguar të shërbyer në pjatë. Tani, ka të nisi me këtë brumin që kishte përgatitur gjatë kohës së shkëputjes. Pra që është një brum që përgatitet vetëm me 300 gram miell, që është një pite e shpejtë. S'kemi bukë, e bëjmë një pite e heqim. Po e heqim se filloj të lëshoj fuskët e para. Vendosi që të ftohet. Shumë. Edhe fikim atë. Pra 300 gram miell, hedhim 150-160 ujë, e shikojmë do me thënë të bëhet një brum i fortë, do me thënë jo shumë i butë, edhe 1 lugë të çajit maja, gjysmë lugë të çajit krip, edhe 1 lugë sheqer, dhe 1 me 2 lugë vaj. Të gjitha këto i përzim, zëm një brum, e lëm sikur dhe 15 minuta, është mjaftueshëm, nuk ka nevojë për më tepër. Shiko tani është bear dhe vjen shumë shpejt, edhe ky neve na ka ardhur shumë shpejt. Tani në një tigan që nuk ngjit, pasi e kemi hapur kështu, varet nga tigani, do të thënë sa. Apo s'ka nevojë? Jo, nuk e kemi ndezur. Ndezur. Mendoja se ishte ndezur. Tani e kemi ndezur. Dhe lëm pak sekonda sa të marrë temperaturën tigani. Duke e lyer me pak vaj. Edhe vendosim brenda. Kështu? Kështu siç është, po. Duhe pak më i madhe si pjesa e, po s'ka problem. Kjo do dali ajo pitja që është e butë nga brënda, që fryet, Ja, shiko tani, do ta mbulem me kapakne, do ta lëm 5-6 minuta nga një anë, do ta kthejmë nga ana tjetër dhe do ta kemi bukën gati në moment. Këto janë bukë të çastit. Ndodhemi ndonjëherë që s'kemi bukë në shtëpi, edhe kur ishim ne të vegjël na thosh mamaja, kush do vej për bukë? Jo, unë. Asnjëri. Po mirë, atëre pa bukë sonde. Zakonisht përgjigjja është nuk na hahet, vetëm që mos dalë njëri nga shtëpia të bëj bukë.
Anila, bëj një përsëritje sa të pastor i nuk do bëj përsëritje, do shojmë tavolinën që e kemi të papastër. Meraku më i madh i katit. Kemi bërë brumë, kështu që duam, e kemi bërë pak me miell, gjëja më normale. Dhe tani besoj është momenti që ne të servirim një nga një pjatat që do të kemi gati. Supa është ajo që ka përfunduar, do ta kemi pas pak në një enë të servirur bukur, e të zbukuruar edhe me erëzat e freskëta. Është mënyra më e mirë për të nisur vaktin e drekës në fakt. Edhe pse supra duhet thënë tani në verë fillojnë edhe shmangen pak e nga pak për shkak të temperaturës, por kur zgjedhim zarzavatet e stinës, jemi brenda aromës edhe shijes që vera e pranon, kështu që për më tepër kemi nevojë të hidratohemi edhe të konsumojmë më shumë lëngje si në ushqime, ashtu edhe në forma të tjera të lëngjeve të frutave apo të ujit që është i domosdoshëm. E pash. Edhe do të tregoj anësave për pjesën e thashje, shiko, kjo është sup krem. Jo ajo supa që është me plot. Si kemi bërë njëherë neve, dhe thamë për supë dhe doli llapa. Sot e kemi bërë ne këto? Jo, nuk e besoj. Bëjmë edhe ne gabime, bëjmë. Po s'ka gjë, ne edhe kur Adela ashtu themi, shtojni dhe pak ku di unë lëng mishi ose fundja dhe ujë, lërni të marrë dhe një val tjetër edhe e hollojmë. E gjej mënyrën gjithmonë, edhe për t'i trashur edhe për t'i holluar. Po, sigurisht që ka zgjidhje, në kuzhinë ka zgjidhje, gjithmonë në kuzhinë. Pak delikate është, të lutem, letrën, pak delikate është pjesa e pasticcerisë, aty duam gramatur. Në kuzhinë shtojmë, hedhim ato që kemi në shtëpi, diçka më tepër, diçka më pak, nuk është se na prish punë, kupton? Ka ti që duhet rinë temperaturë të lartë? Kush? Pitja? Mos na digjet? Ta ul pak? Ule tek 6. 6. Jo më pak. 6. Okej. Se kam atë do na bëhet shumë. Do të thonë do marri vrull edhe do na mbetet brenda e pa. Ja në rregull. E pushpuritëm shumë, më duket. Ta heqim këtë të bëj salcën gati, unë sa të nxjerrim ato nga furra. Gati. Çfarë nuk po shkon siç duhet? Ja. Në rregull. Pushpuritëm. Dhe nxjerrim bifteqet e patate? Po. Që nxjerrim që të bëjmë edhe servirjen e tyre. Ndër ato pjata që... Edhe omleta është gati. Gati, ë? O, sa mirë, shumë mirë. Edhe jemi fiks në kohën e dur. Sot nuk e di, jam bërë kaq të mirë që... Për t'i ngrënë shumë. Shumë të mirë jam bërë. Llokume jam bërë dhe patatet. Ajo, po më reksin nga shtëpia. Po pra, dhe patatet që nga bërë shumë të mira. Edhe omleta është bërë shumë e mirë. I nëzorëm një nga një. Sa mirë. Tani, ku ta servirim, thoti? Ku të duash? Këtu në tjetë aroma e vezës e djathit të shkrirë, këti e mishit, edhe patateve. Te mustarda do hedhë lëng limoni. Do hedhë piper. Pak krip. Edhe vaj. Sot e kemi bërë ta mama, e kemi nisur me një supë, kemi bërë të gjitha pjatat që shkojnë me njëra tjetrën. Pra, një supë edhe një tave t'il me vezë dhe perime, është okej për drek. Ose një supë edhe këto patatet me biftek. Për darka të pitën. Këtu tani duhet t'i shtoj dhe pakës ujë. Se duhet jetë me hollë? Po. Jo, e ka nevojë pak ujë. E do... limonin, e do pakës farë, dhe me thëmë që të vinë atë... të vetën, ashtu si shduhet. Ja, tani kemi në rregull. Vaj, s'ka gjitha, që donë të ishte mjaftushëm. Ashtu. Të marrë një kapë, se tani që ti nxjerë se këto. Të vëm këtu, të vëm patatet fillimisht. Kam hallin e asaj? Ha, ata, apo mos ta prek fare se po. Ta kthej? Duhet këthyër faktikisht. Duhet as duhet? Duhet. Ta shoh një herë. Kaluan 5 minuta, nuk... Këtu, besoj se po. Kam frikë, se mos e prish. Ta tun një herë kështu të shoh a shkëputet.
Shkëputet kjo nga tigane? Po shkëputet edhe është bërë. Nuk e kthej. Më mirë të shërbej ato, se sa. Në fakt, të them të drejtë, ta kam këtë për punën e shërbimit. Jo, thjesht kam frikë se e ndaj në mes, i prish formën e na shkon gjithë puna dëm. Më mirë. Këtë nuk besoj se ka nevojë ta hedhim në pjatë, është e dukshme, meqense është në tavë qelçi. Jo, atë. Ashtu siç është, po. Lere ta lëm ashtu siç është. Këtu tani ti hedhim pak salcë. Një. 2. Pjata e 3 dhe në fund do t'rregojmë edhe piten dhe jemi fiks në minutën e fundit. Nuk më thua, Anila, do t'i vëm ndonjë çik kështu jeshillëk kësaj apo ta lëm kështu siç e kemi më mirë. Si thua? Po. Ti e di. Apo do? Mirë duket ajo dhe ashtu. Më piperin po mendoja edhe unë, po në fakt kemi hedhur edhe në një piper të kuq kemi sa për të thyer ngjyrën po ti. Pak kështu sa për. Ja. Bëjeti me atë dorën të ndë kështu. Ndërkohë shikoj piten se vajti ora 10. Shans është djegur. Ja, kështu. Shumë bukur. Iku dhe kjo punë. Fiks pas ka qenë, a? Po. Ja, edhe 5 minuta do. Po ne që s'kemi 5 minuta ko? Po mirë, s'kemi jetë ta tregojmë kështu nëve. Po, si që është në një gra? Po bukë është, sa e mirë që është bërë. Po pra? Shumë e mirë. E mirë, e butë, e shkrifët, për, si e thonë, për 10-15 minuta e kemi gati neve. Me thënë me pjekje, në? Po. Kjo është e rëndësishme, dhe me thënë dhe për punë e Ato here. Ta hekim pas taj ta lëm kështu, që ta shikojnë anvisa. Në regull. Edhe bëjmë edhe mbylljen në ditës së sotme. Do të nxjerrim dhe pak nga jo omleta, kemi ku apo s'kemi? Jo, s'kemi. Po ja ku është, duket, mirë është, dalohet. Në rregull. Ta mbyllim. Ta mbyllim. Ta mbyllim. Ja që kemi gatuar sot. Të treja i keni këtu, të dumë shënduar të kati. Faleminderit të dashur. Kënaqësi si gjithmonë që ndajmë këtë emision bashkë. Të falenderoj për çdo gjë, domethënë si thua për ato momentet që unë kam një sikletë dhe ti e këtu pranë meje. Falenderojmë dhe anvisat. Ka detyra ime. Falenderojmë dhe anvisat që qëndruan me ne. Ju urojmë si gjithmonë një ditë bukur në vijim. Kalofshi sa më mirë, mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura, janë të gjitha gatime shumë të mira, të shijshme, ekonomike, të shëndetshme, secila mund t'i bëjë sipas mundësive të saj në familje. Shtoni diçka edhe hiqni diçka, këto janë gjëra që lejohen në kuzhinë, nuk ka një gjë standard dhe themi kështu si e them unë, por sigurisht si themi është ajo si trungu themi ne, baza. Pastaj të tjerat janë gjëra që rregullohen. Kalofshi sa më bukur, ju dua shumë dhe mirë të takofshim nesër këtu në të njëjtën orë bashkë me Anilën time. Kaq? Pra! Po prisja fjalë bukuroshe. Ka ti të lëmë shënduar. Nesër në kuzhinë, për shka të falenderoj. Nesër në kuzhinë që herët në mëngjes, tani është koha e publicitetit, ndërsa së bashku në këndin tjetër të Vilës Son, do të kemi dy të ftuar sot, njëri pas tjetrit, temat ja u zbulojmë kur të vim përsëri live në studio.